Shqipëria humbet 5 vende në raportin e përvitshëm të Bankës Botërore Doing Business 2014, një vëzhgim mbi lehtësirat e të bërit biznes në 189 vende të botës. Krahasuar me vitin e kaluar, kur Shqipëria rënditej 85 në klasifikim, këtë herë ajo ka humbur 5 pozicione, duke rënditur në vendin 90. Raporti merr në shqyrtim 10 tregues, të cilët lidhen me kompleksivitetin dhe kostot e proceseve rregullatore, si dhe me kuadrin ligjor dhe institucional me cilin ndeshet një aktivitet biznesi. Pothuajse të gjithë treguesit për Shqipërinë kanë mbetur të pandryshuar sipas raportit të këtij viti, dhe vendi përmendet vetëm se ka lehtësuar pagesat për korporatat, të cilat taksat mbi të ardhurat mund t'i paguajnë tani më çdo 3 mujor. Përkeqësimi i pozicionit të Shqipërisë duket se është ndikuar më shumë nga përmirësimi i vendeve të tjera, ndërkohë që në ndryshim nga një vit më parë në listë janë shtuar edhe 4 shtete të tjera. Shqipëria vazhdon të ruajë një vlerësim mjaft pozitiv për sa i përket treguesve që lidhen me marrjen e një kredie apo me mbrojtjen që gëzojnë investitorët, ku ajo është respektivisht në vend të 13 dhe 14 në përmirësim nga viti i shkuar. Ajo është gjithashtu në pozicion të mirë edhe me treguesit që lidhen me zgjidhjen e problemeve të likuiditetit, klasifikohet e 62-ta, apo edhe me hapjen e një biznesi ku klasifikohet e 76-ta, 4 pozicione më keq se një vit më parë dhe ku rezulton që të ketë një shtim në procedura dhe një rritje të lehtë të kostove. Ndërkohë Shqipëria vazhdon të mbetet e fundit në treguesin për lejet e ndërtimit, ashtu si edhe gjatë viteve të shkuara. Një vlerësim negativ sërish edhe për kriterin e energjisë që mat lehtësinë me të cilën një biznes mund sigurojë furnizim elektrik. Shqipëria është e 158 në këtë rast. Ndonse ende në brezin e fundit të klasifikimit, Shqipëria ka përmirësuar pozitën e saj për sa i përket pagesës së taksave, duke rënditur 146 nga vendi 160 në cilën ndodhi vitin e shkuar, ndërsa ka një përkeqësim të fortë, duke humbur 39 pozicione në treguesin e respektimit të kontratave, ku nga vendi 85 ka shkuar në vendin e 124.